Unë jam 50 vjeç dhe nuk e mbaj mend më herën e fundit kur ai më pa vërtet. Jo me sytë që shohin detyrat, faturat apo listën e blerjeve, por me ato sy të tjerë, ata që dikur më ndiqnin nga dera e kuzhinës deri te lavamani, pa asnjë arsye tjetër përveç se për të parë. Tani ai më shikon si shikon orarin e autobusit, për të marrë informacion, jo për të ndjerë. Ne flasim shumë. Flasim për vajzën që ka filluar universitetin, për dëmtimin e makinës, për darkën e së dielës tek motra e tij. Flasim aq shumë sa nuk na ka mbetur gjuhë për trupin. Një gjuhë që dikur e flisnim rrjetshëm, natën kur fëmijët flinin dhe drita e rrugës hidhte hije në tavan. Atë gjuhë e kishim mësuar pa libra, pa mësues. Ishte gjuhë e gishtrinjve, e frymëmarrjes së ndalur, e heshtjeve që thanë më shumë se mira fjalë. Tani, kur ai më përqafon, është si të përqafosh një pemë, të ngrohtë por pa dridhje. Ai më puset në bal, siç kuthej nëna ime, dhe unë buzëqesh sepse kjo është dashuria. Po, por është dashuria e kthyer në zakon, në rutinë, në një ceremoni që kryhet nga detyra, jo nga etja. Dhe unë kam etje. Jo etje për atë që kishim në fillim, sepse ajo ishte flak dhe flaka digjet. Por etje për atë që mund të ishim bërë. Një zjarr që nuk ka nevojë të flakroj, por të ngrohë. Një ngrohtësi që ndihet në maj të gishtave, jo vetëm në mendje. Një natë, ndërsa ai flinte me shpinë nga unë nuk munda të bija në gjumë. E pash pjesën e pasme të qafës së tij, atë gropëzën që dikur e puthja pa e pyetur, si një instinkt. Dhe më kujtohet një natë, 25 vjet më parë, kur ai më mbajti në krah deri në dhomë dhe unë qesha se ishte budaua, sepse mund të ecja vetë. Por ai tha, po të mbaj, sepse dua të ndjej peshën tënde. Tani unë ndjej peshën e viteve, të gjërave të pathna, të trupave që jetojnë në të njëjtën shtëpi, por në orare të ndryshme. Dje, ndërsa bëja kafe, ai kaloi pranë dhe më preku lehtë krahun. Një prekje e tillë, si një falje. Unë u ktheva dhe e pash në sy. Nuk thash asgjë. Por brenda meje një zë bërtiti. Më prek si dikur. Mos më prek si një mobilie që kalon rrugës. Ai nuk e kuptoi. Ai buzëqeshi, mori kafen dhe ul në tavolinë duke hapur gazetën. Dhe unë, duke e parë, mendova. Ne nuk kemi humbur dashurinë. Ne kemi humbur gjuhën e saj. Nuk dua të kthehem 25 vjet pas. Dua të gjej një gjuhë të re. Një gjuhë që nuk ka fjalë, por ka duar që ndalen dhe nuk nxitojnë. Një gjuhë që nuk ka orar, që nuk ka më vonë, që nuk ka jam i lodhur. Një gjuhë që thot, unë jam këtu, tërësisht, për ty. Por unë ham 50 vjeç, dhe kam frikë se ai nuk e kujton më alfabetin. Atë mëngjes, pas kafes, ajo ngrit për të shkuar në punë. E pashte dera, duke lidhur këpucët me atë lëvizjet e tij të ngadallt, pothuajse të përpikt. Dhe mua aty, pa e menduar, i thash: "Sot mos kingut, ktheu herët." Ai ngriti kokën, pak i habitshëm. Nuk ishte një kërkesë që unë bëja shpesh. Zakonisht i thoja, kujdes në rrugë, mos haro i lacet, të pres për darkë. Por, ktheu herët, kjo ishte një gjë tjetër, ishte një fije që hodha. Ai u përgjigj, ke ndonjë nevojë? Dhe unë, duke mbajtur lugën në dorë, thash, po, ke ti nevojë? Ai nuk e kuptoi. Nuk mund ta kuptonte, sepse ne kishim haruar të flisnim në të nëndryshme. Ai tha, mirë, dhe doli, dhe unë mbeta në kuzhinë me lugën në dorë, duke ndjerë se kisha hapur një dritare ku ai nuk dinte të futej. Por diçka ndodhi. Atë pasdite, kur unë isha duke palosur rrobat, më erdhi një mesazh nga ai. Thjesht, po vi. Asnjë fjalë tjetër. Jo, po vi se mbarova. Jo, po vi se të marr. Vetëm, po vi. Si dikur, kur ai më shkruante nga puna dhe unë e dija se çdo të thoshte ai, po vi.
Jo se do të hapnim derën, por se do të hapnim diçka tjetër. Kur erdhi, unë isha në dhomën e gjumit. Nuk do lata përshëndes në korridor, siç bëja gjithmonë. Qëndrova aty duke dëgjuar hapat e tij. Ai hyri në shtëpi, vuri qelsat në tas, ndëroi këpucët. Pastaj, heshtje. Një heshtje e gjatë që zgjeti më shumë se sa duhet për të pirë një glenjk ujë. Ai erdhi te dera e dhomës. Qëndroi aty duke më parë. Dhe unë, duke palosur një këmish, e pash në cepi i syrit. Ai nuk hyri. Ai qëndroi në prag, si një vizitor që nuk është i sigurt nëse lejohet të hyjë. "Çfarë po bën?" pyeti. "Po palos rrobat." Nuk i palose kur në dhomë. I palos në dhomën e larjes. Ai e dinte që unë i palosja rrobat diku tjetër. Por unë e kisha bërë qëllimisht, për të ndryshuar vendin e gjërave, për të thënë pa thënë, edhe unë mund të ndryshoj. Heshtëm. Ai hyri brenda dhe u ul në buzë të krevatit. Ulur, jo i shtrirë. Sikur të priste leje. Sikur të mos e njihte më trupin e tij në atë shtrat, në atë dhomë që ishte edhe e tij. Unë vazhdova të palosja, por duart më dridheshin lehtë. Nuk e dija pse. Ndoshta sepse 25 vjet martesë nuk të mësojnë të flasësh për gjërat e vërteta, por të mësojnë të flasësh vetëm për gjërat që duhen bërë. Dhe unë doja të flisja për gjërat që ndihen. "E di çfarë më mungon?" i thash pa e parë. "Çfarë?" "Më mungon kur ti më shoqëroje deri te dera, jo për të dalë, por për të më parë duke u larguar. Sikur largimi im të ishte një film që ti doje ta shikoje deri në fund." Ai nuk tha asgjë, por e pash në pasqyrën e murit. Ai po më shikonte. Jo si orar autobusi, po më shikonte si dikur, kur sytë e tij nuk ishin nevojë për fjalë, sepse ata vetë ishin fjali. "Nuk e di si të kthehem atje," tha më në fund me zë të ulët. "Nuk e di si të gjej rrugën për të t'i pa u ndier budalla." Dhe unë, pa e lënë këmishën nga dora, i thash: "Ti nuk e pse të gjesh rrugën. Unë jam këtu. Vetëm më prek sikur të më kesh humbur dhe të më gjesh përsëri." Ai u ngrit ngadalë, eci drejt meje. Qëndroi pas meje, aq afër sa ndjeja ngrohtësinë e tij pa e prekur. Dhe pastaj, me majat e gishtave, ai më preku flokët. Jo siç prek një fëmijë, jo siç prek një shoqe, por siç prek dikush që po lehtëson një faqe të panjohur. "Kam haruar si të lehtësoj," tha. "Atëherë," i thash duke u kthyer nga ai, duke e parë në sy për herë të parë pa asnjë fjalë tjetër mes nesh. "Fillon nga fillimi. Pa nxituar, pa pasur nevojë të kuptosh çdo gjë menjëherë. Netët që pasuan nuk ishin si netët e para. Nuk ishin flak. Ishin diçka tjetër. Ishin si dy njerëz që mësojnë një gjuhë të vdekur. Fjalë për fjalë, rokje për rokje, një prekje që kërkon kuptim, jo zakon. Ai më mbante dorën kur flinim, diçka që nuk e kishte bërë prej vitesh. Dhe unë, në gjumë, e shtrëngoja pa e ditur. Sikur trupi im të kujtonte më mirë se mendja. Një mbrëmje, ai më tha: "E di pse nuk të prekja më? Sepse kisha frikë se nëse të prekja, ti do të kërkoje më shumë nga unë se ç'kisha. Dhe unë nuk e dija nëse kisha më. Dhe unë qava. Jo me zhurmë, por me ato lotët e heshtur që vinë kur dikush thot të vërtetën." Dhe i thash: "Unë nuk të kam kërkuar kur më shumë se ç'ke. Unë të kam kërkuar vetëm atë që je. Por ti u fshehe." Ajo natë, ai nuk fjeti me shpinë nga unë. Ai fjeti përballë meje, duke më parë në errësirë. Dhe unë ndjeva diçka që nuk e kisha ndjerë prej kohësh. Se nuk isha vetëm në atë shtrat. Se trupi im nuk ishte thjesht një trup që kalon netët, por një trup që dikush e kërkon, e ndjek, e dëshiron. Nuk e di nëse do të kthehet gjithçka si dikur. Ndoshta nuk duhet. Ndoshta duhet të krijojmë një gjuhë të re